Mbushen si vjet 58 vite nga vdekja e shkrimtarit Mitrush Kuteli, themeluesi të prozës moderne shqiptare. Kuteli është padyshim një nga shkrimtarët, intelektualët, mendimtarët dhe shpërblestarët më të ndritur të Shqipërisë. Ndaroi jetë me 4 maj të vitit 1967, duke lënë pas admirimin dhe mirënjohjen për fuqinë e penës dhe forcën e shembullit, përmes të cilave i fali letërsisë shqipe një grumbull xhevajiresh të mrekullueshme. Ekonomiste, specialisti i sistemit bankar dhe i prirur për studimin e këtyre disiplinave, ai gjeti tek letërsia një dashuri hyjnore, të cilës i fali pa kursim vlerat e shpirtit të tij. Nga tekstet autobiografike ka lënë të kuptohet që tekstet më themelore në poezi, prozë e kritik i ka bërë para se të binte në burgun komunist, duke nisur nga vitet 1927-1928 e duke i përmbyllur në vitin 1947. Veprimtaria letrare pas burgut mund të përmbledhet në lëmin e përkthimit letrar.